Jam shumë e lumtur kur promovojmë rastet të rinj të reja të cilët janë vërtet një krenari shumë e madhe dhe jemi shumë me fat që i kemi. E tillë është edhe vajza që do të kemi sot së bashku në intervistë. Agnieszka Mitaj, mirëmëngjes e mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Kënaqësi të jem këtu në studio me ju. Jam unë shumë e lumtur që të kam në studio. Agnieszka është një vajzë studente e infermierisë në vitin e 3. Është vullnetare në Spitalin Rajonal të qytetit të Shkodrës dhe njëkohësisht edhe koordinatore për dhurimin e gjakut. Çfarë do thotë kjo për ty? Atëherë, për mua kjo është një rol vërtet vlerësues, por edhe një përgjigje. Janë shumë role në fakt. Po, janë shumë role të kombinuara bukur në një. Po, por është edhe përgjegjësi e madhe njëkohësisht. Ku unë kontriboj drejt për komunitetin, por ashtu edhe rritem profesionalisht. Pra, është një rol vërtet emocionues për mua. Edhe i vështirë. Edhe i vështirë njëkohësisht. Edhe të kërkon shumë kohë, shumë mund, shumë investim nga vetja jote. Por që të paktën ja vlen fund. Absolutisht po që ja vlen. Ti je pjesë e alternativës studentore. Po. Çfarë është alternativa studentore për të gjithë ata që sot e dëgjojnë për herë të parë? Dyshoj se ka të tillë, po le ta themi kështu. Atëherë, Alternativa Studentore është një organizatë e cila ka si mision ndikimin e dhjetra të rinjve në jetën sociale dhe ekonomike. Marr shembull të jeta sociale, kontributin e të rinjve në komunitet, ku edhe unë jam pjesë e tyre, po ashtu edhe në jetën ekonomike, ku është bashkëpunimi me bizneset, në cilën realizohen fushata profesionale në mënyrë që të rinjt edhe të paguhen, por edhe të promovohen njëkohësisht. Me këtë rast, gjej të falenderoj organizatën Alternativa Studentore, e cila ka kontribu shumë edhe në rritjen time profesionale, por edhe më ka dhënë mundësinë që unë të kontriboj drejt për drejt në komunitet. Sa rëndësi kanë këto organizata alternativa, për shembull, që të ofrojë pa për të rinj, sa rëndësi ka që të marrin pjesë në nisma të tilla, të bashkohen lëvizjeve të tilla? Ka shumë rëndësi, sepse ata munden drejt për drejt me kontribu për komunitetin, dhe po ashtu japin edhe një frymë pozitive tek bashkëmoshatarët e tyre. Absolutisht po. Si ka nisur bashkëpunimi jot me Spitalin Rajonal të qytetit të Shkodrës për dhurimin e gjakut? Atëherë, bashkëpunimi ka filluar që në vitin 2019, ku janë realizuar seancat e para të dhurimit të gjakut me kërkesë nga stafi mjekësor i spitalit. Vlet të kësaj pjesën e pandemisë, ku ka pas me të vërtet vështirësi lëvizjeje, dhe Alternativa Studentore ka arrit që me realizu seancat e dhurimit të gjakut edhe në atë kohë, ku ka pas me të vërtet një mungesë të madhe të gjakut. Mendoj një punë në kushte shumë vështira. Shumë kushte vështira, një periudhë shumë delikate. E vërtet, si nga ana psikologjike, ashtu edhe nga ana shëndetësore, sociale, ekonomike, pastaj. Çfarë roli luan spitali në situatën e dhurimit të gjakut? Atëherë, në këtë rast, roli i spitalit është sigurimi i stafit mjekësor, po ashtu dhe kushtet e sigurisë për promocionin, pra për edhe procesin e dhurimit. Ka një rol shumë të rëndësishëm për faktin se edhe ndihmon pra se që thashë në promovimin, por edhe në sigurinë e seancës dhurimit. Duhet patjetër. Kjo është një garantor shumë i madh në fakt. Si organizohet praktikisht një seancë dhurimi gjaku? Na trego pak. Atëherë, praktikisht fillimisht bëhet kërkesa e spitalit. Pra, në rast se ka mungesë gjaku, ne bëjmë planifikimin. Pas planifikimit bëhet sigurimi i dhuruesve dhe pastaj caktohet data, ora dhe vendi që do bëhet seanca. Po. Pastaj gjatë seancës duhet jeni të kujdesshëm. Po. Duhet të jemi të kujdesshëm, sepse janë disa hapa që të ndiqen. Flas për planifikimin, pra fillimisht. Më pas bëhet pjesa e sigurimit dhuruesve. Personat që janë të interesuar për këtë pjesë duhet që s'bën analizat laboratorike, ku shohin nëse janë tafë për dhurues apo jo. Me këtë rast, unë falenderoj Italmedica, pra zotin Ferdinand Jaku, për mbështetjen e vazhdueshme që na ka dhënë seancat e mëparshme.
duke na ofruar domethënë analiza falas. Pra, nuk është se mund të zgjohesh një ditë bukur në mëngjes dhe thuash po shkoj duroj gjak edhe të kryhet me aq. Pra, është një procedurë e caktuar, e mirë kohësitur për të realizuar të gjithë. A është e vështirë që të gjeni dhuruesa? Në fakt, nuk e kam pas vështirë në seancat e mëparshme, sepse të rinjt kanë një frymë pozitive dhe kanë shumë dëshirë të kontribuojnë në komunitet. Por vlen të theksoj që ata kanë pak pasiguri se ku do dërgohet gjaku. Pra nëse do kesh përdorur apo jo. Dhe ne ju ofrojmë mundësinë që ata ta dinë se kush ka në gjak. Pra kanë mundësinë të pyesin drejt për drejt prallet e banka të gjakut. Kjo është vërtet shumë e bukur. Një pikpyetje që në fakt nuk ishte shkuar në mendje për ta bërë. Haseni shumë me këtë lloj pikpyetjeje? Në fakt jam has edhe shumë, por sigurisht kur qartësohen, atë janë të gatshëm, janë qetë dhe janë të gatshëm anë me dhuru. Cilat janë aktualisht nevojat më emergjente për gjak në Spitalin Rajonal të qytetit? Atëherë, nevojat më emergjente hasen në urgjencë, në raste aksidentesh, kena në reanimacion, në kirurgji dhe pashtu edhe në dializë, që janë në rastet më emergjente. Dhurimi i gjakut është një veprim që realisht bën një diferencë shumë të madhe. A mund ta tregosh disa raste kur është bërë kjo diferencë vërtet e madhe? Atëherë, kam pa raste mas seancave të dhurimit të gjakut, ku ka pas persona të tjerë të interesuar duke pyetur se kur do jenë seancat e ardhshme. Dhe ata kanë pas mundësinë me kontribu drejt për drejt në komunitet, sepse kena pas plot raste urgjente, në raste aksidentesh e tjerë, ndoshta na janë dashur edhe 10 qese gjak. Edhe në kohë rekord kena arrit që me i mundësu edhe me i përmush nevojën që ishte. Kur kujtoni pasaj këto rastet e suksesit, mendoj ndjeni të plotësuar dhe thoni që po ja ka vlejtur mundi, lodhja, stresi, ankthi, ta realizojmë në kohë. Se ju jeni ngarë me kohën gjithmonë. Gjithmonë, sepse është diçka domosdoshme edhe Edhe kjo adrenalina në fakt, sikur të jashton bukurinë edhe vështirësinë punës, duhet thënë. Cilat janë përfitimet që merrni ju si studente infermierisë nga një angazhim i tillë? Atëherë, unë gjithmonë eci me një menim që ti jesh një profesionist i mirë, fillimisht duhet të jesh një njeri i mirë. Edhe për mua kur kontriboj në komunitet, rritem edhe emocionalisht, por gjithashtu edhe profesionalisht. Patjetër. Çfarë standarde sigurie garanton Spitali Rajonal i Qytetit të Shkodrës në procesin e dhurimit të gjakut? Atëherë, siç e thamë më parë, janë analizat laboratorike, të cilat bëhen paraprakisht me dhuruesin. Më pas bëhet monitorimi gjatë seancës dhe pas seancës, dhe në fund fare bëhen analizat përfundimtare me marsin. Pra, ka një standard sigurie si për dhuruesin ashtu dhe për marsin. Pra flasim jemi të sigurt në çdo hap dhe në çdo instancë të vogël, sa do vogël qoftë të një veprimi shumë të madh që po realizohet. Patjetër, sepse ne bëjmë edhe kontrollin paraprak shëndetësor, pra para se me fillu seanca disa minuta para, sepse ata mund të kenë analizat në rregull, ama atë ditë ndoshta nuk janë gjendje, mund të kenë tensionin arterial të lartë, ose të ulët. Gjendja psikologjike ndikon në përkëtsimin, po them, të një seance? Edhe mundet, sepse ka raste që është ajo psikologjikja, që edhe në qoftë se je pak i sëmur duket sikur je u bën edhe më shumë, pra edhe kjo luan rol në këtë pjesë. Çfarë rëndësie ka bashkëpunimi mes studentëve, spitalit, por institucioneve dhe organizatave të tjera? Atëherë, ideja është që të promovohet sa më shumë procesi i dhurimit, në mënyrë që sa më shpejt përmbushet nevoja e spitalit për gjak. Organizatat luajnë rol në mbarvajtje, ndërsa universiteti luajnë rol ashtu në nxitjen e studentave për të kontribuar në komunitet. Unë si koordinatore e dhurimit gjakut dhe si studente vitit 3 infermieri përgjithshme, kisha bën një thirrje për Universitetin Shkodrës Luiç Gorakuçi, sepse ne kemi një marrëveshje, një akt marrëveshje për inovim dhe do kisha pas dëshirë që të ribat sa më shpejt jetë e mujtën. Çfarë do të sillte kjo akt marrëveshje? Atëherë, kjo akt marrëveshje do sillte më shumë siguri të personat, pra të studentat, sepse janë edhe studenta, ndoshta infermierie, ekonomike të tjerë, po dhe duan që të jenë të sigurt, ta shohin edhe ndoshta vetë akt marrëveshjen, sepse disa ndoshta nuk e besojnë. Edhe kjo është si siguri më shumë për ta.
Kjo është vërtet shumë e bukur dhe unë falenderoj që përmes kësaj ftese që ti je këtu sot në studio na bën të qartë një proces që deri tani qëndronte në hije. Realizohej me përpikmërinë më të madhe dhe me përkushtimin më të madh, megjithatë qëndronte në hije sepse jo shumë njerëz e dinin për ekzistencën e një veprimtarie të tillë. Unë jam shumë e lumtur që të kam sot në studio si edhe koordinatore e dhurimit të gjakut për të pasuruar një punë shumë të mirë që ju po bëni. A ka shumë studentë të cilët janë vullnetarë në këtë pjesën e dhurimit të gjakut? Pa tjetër që ka shumë, ata do më thonë të pale bashkëmoshatarët e tyne edhe pyesin, kur do jetë seanca radhës, kur mund dhurojmë, pra janë të interesuar. Janë të interesuar. A mendon se është rritur ndërgjegjësimi i qytetarëve për të dhuruar gjak, për ta kuptuar se sa rëndësi ka një veprim i tillë? Këtë gjë kam kuptuar në seancat e mëparshme, ku kam vënë një përhapje gjeografike që nga Vermoshi deri në Krujë, dhe falë tyne, pra momentalisht i falenderoj sepse falë tyne unë kam arrit që ta kem më të lehtë pjesën e gjetjes dhuruesve, sepse kanë qenë të gatshëm çdo moment të jenë pjesë. Sigurisht kontaktet e tua bëjnë edhe më të lehtë këtë punë, duke pasur, janë të mira këto kontaktet, se në rast e nevojash ke një numrator shumë të madh me numra telefoni që ke kujt i biesh telefonit, dhe kjo është vërtet diçka. Çfarë ndjen ti se ky gjak që merret dhe dhurohet, pra është i marrë nga ju, shkon ekskluzivisht dhe vetëm për Spitalin Rajonal të Qytetit të Shkodrës. Çfarë ndjen në këtë momente? Ndjem jashtëzakonisht mirë, sepse motoja jonë është se ne dhurojmë për ty edhe pa të njohur. Sa e bukur! Po, dhe me këtë rast dhe më thonë, unë njem shumë mirë për çdo qese gjak që dhurohet, si kur unë vërtet po kontriboj dhe po ndihmoj edhe familjarët e afërt e mi. Pra, kjo është ndjesia momentale që më vjen kur e mendoj. Kjo është shumë e bukur në fakt, edhe të mendosh që me një gjest shumë të vogël tëndin mund të mbërish në një finale të madhe që mund të shpëtosh jetën e dikujt tjetër. Edhe kjo është vërtet një përgjithësi, por edhe një frymëzim shumë i madh njëkohësisht. Dhe ju lumt secilit nga ju për punën që bëni, dhe ju lumt edhe secilit nga ju që jeni të gatshëm për dhuruar gjak për të gjitha ata persona që mund të gjenden në një moment nevoje edhe ngushtë duke luftuar për jetën e tyre. Cili është mesazhi që do t'i përcjellësh të gjitha miqve që po na përcjellin përmes ekranit të TV1 Channel? Atëherë, një mesazh i shkurtër dhe i qartë që do i jepja gjithë të rinjve, jo vetëm studentave, është që kush ka mundësi të dhuroj, sepse sot dikush mund të ketë nevojë për ju, ama nesër mund të jeni ju që keni nevojë për ata. Kjo është shumë e bukur. Edhe një pyetje të fundit. A është e rëndësishëm që të kemi një dhurim të vazhdueshëm? Pra të mos ndalemi me një herë, të mos jemi dhurues vetëm një herë ose kështu në mënyrë sporadike. Patjetër që po, sepse siç e dim, gjaku nuk mund të prodhohet në laborator, pra është direkt nga njeriu te njeriu, edhe po ashtu ka edhe një afat të shkurtër kohor, pra që të ruajtjes, dhe në fund fare dihet që edhe ka mungesë të vazhdueshme. Pra këto janë 3 pika kryesore që do të më kenë se s'ban në mënyrë të vazhdueshme procesi i dhurimit. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë për të gjitha informacionet fillimisht që na servire sot, duke na bërë më të qartë se si realizohet një proces dhurimi gjaku, por edhe mbi rëndësinë shumë të madhe dhe mesazhin shumë frymëzues që përcove sot. Ju uroj shumë sukses në punën tuaj. Faleminderit shumë, kënaqësi që isha pjesë e juaja. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.